barabartë. Ndërkohë që vendimin për veten time nuk e kam akoma të marrë plotësisht, se mund dhe mos janë fare në listë. Duke qenë deputet i të gjithë për detyrën që kam. Dhe për mos i zënë vendin askujt. Kjo është pak a shumë pamja sot, ndërsa për sa i përket deputet TV, po shkojmë drejt të njëjtit princip. Por do shohim deri në fund si do materializohet, të gjitha deputetet që kanë qoftë një mandat do të jenë në fushë. Përpse? Për faktin se me sistemin e ri që kemi, gara është e balancuar, burrat garojnë me burrat, gratë garojnë me gratë. Dhe një gjë në fund fare. Sepse mund të jetë një diskutim i brendshëm që kontributet çka kanë dhënë këta të rinj ose të reja që të jenë në listën e mbyllur. Unë kam një këndvështrim komplet tjetër. Unë mendoj që pikërisht pse këta janë më të rinj dhe më të reja dhe ftohen ose përfshihen për t'i dhënë një për t'i bërë një transfuzion të fuqishëm gjaku Partisë Socialiste dhe për t'a bërë partinë më të vjetër dhe më të re në Shqipëri, duhet t'jenë aty. Ndërkohë që të tjerët, pikërisht pse kanë qenë aty, duhet t'jenë në fushë. Për të marrë sa më shumë vota për Partinë Socialiste. Dhe kiheni parasysh që hyrja që bëra në fillim, dhe nuk e them fare për të mikluar askënd, sepse e përsëris kjo është një zgjedhje e lirë dhe prandaj vendosa që të bëj këtë takim siç nuk e kam bërë asnjëherë më parë, sepse është shumë e rëndësishme që të gjithë të jenë të vetëdijshëm për logjikën e këtij procesi dhe të gjithë të jenë të vetëdijshëm për çfarë duhet sot atyre që do të kërkojnë votën. Nuk i duhet atyre që do të kërkojnë votën sot një skuadër që nuk reflekton se çfarë duan ata. Ata nuk duan thjesht një skuadër që të mbështetet tek eksperienca dhe ndërkohë që të mos u thot asgjë atyre që janë ndjerë të lënë mënjan me drejt pa drejt, që janë ndjerë të pamundësi për të bërë pjesë e përfaqësisë së Partisë Socialiste, apo që ndjehen komplet pa lidhje me